تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ja dërgojmë, familjes e tij të pasër, shokëve të tij besnikët dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun dhul xhelal të na bëjë edhe neve prej tyre. Vazhdojmë edhe sonte në dersin e fundit, se përket serisë rreth haditheve që flasin rreth agjerimit, të marra nga Sahihu i Imam Buharit dhe Imam Muslimit. Hadithi i 23 me temën vendimi fetar për agjerimin e 2 ditëve të para të 2 bajrameve. Ebu Ubejdi, i çroboruari i Ibn Ezherit, ka thënë: në namazin e bajramit të kurbanit isha i pranishëm të Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, i cili tha: i dërguari Allahut, pra Omeri ka thënë në hutbë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar agjerimin e këtyre 2 ditëve. Ditën kur e përfundoni agjerimin tuaj, pra ditën e bajramit të fitrit apo fitr bajramit, dhe ditën kur hani prej kurbaneve, pra ditën e bajramit të kurbanit apo të kurban bajramit. Atër cilat janë dobit të cilat i përfitojmë prej këtij hadithi. Dobia e parë është se është haram ndalesë e prerë që të agjerohen 2 ditët e para të 2 bajrameve. Pra dita e kurban bajramit dhe dita e fitr bajramit. Çështja tjetër, cila është urësia e kësaj ndalese, është se në ditën e kurban bajramit ne hajmë nga kurbanet e cilat i kemi therrur për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe urësia tjetër për ndalesën e agjerimit në ditën e fitr bajramit është fakti se ajo është fesë për besimtarët dhe duhet t'i dallojmë ditët e agjerimit nga ditët e mos agjerimit. Gjithashtu, prej dobive të cilat nxirren nga ky hadith është se hoxha apo hatibi, i cili ligjeron, është e udhës që gjatë ligjeratën mja përshtat kohës në të cilën gjendet. Për shembull, xumaja e fundit, tani do më thonë do të hyj muaj Ramazan, është e udhës të flitet për muaj Ramazan, për veçoritë, vlerat e tij dhe kështu me radhë. Do të futemi në haxh, do ta kryejnë haxhilere, do më thonë haxhin. Çka mojmë xuma, flasim për dispozitat që kanë të bëjnë me haxhillokun e kështu me radhë. Pra çdo herë njeriu apo hoxha duhet të ketë kujdes që ta merr në konsiderat kohën në të cilën gjendet dhe t'u flas xhamatit ato gjëra të cilat i bëjnë dobi atyne, nga se ka mundësi pasaj ata futen në ibadet dhe mund të gabojnë. Për dobive tjera është ligjshmëria që të hahet nga mishi i kurbanit, dhe dobi tjetër është se nëse dikush dëgjon ndonjë dije prej ndonjë hoxhe apo prej dikujt tjetër, ban me përcjell atë dije edhe nëse nuk i jep leje hoxha. Është fjala për një dije që edhe hoxha e lejon që të transmetohet tek të tjerët. Sepse Sa'd ibn Ubejdi ka marrë pjesë në Bajram me Omerin radiallahu anhu dhe ja ka përcjell një gjë të tillë muslimanëve të tjerë. Hadithi 24, vendimi fetar për agjerimin e 2 bajrameve. Ebu Sa'id el-Khudriu ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të agjerohet dita e bajramit të fitrit dhe bajramit të kurbanit. Po ashtu ka ndaluar që trupi të mbështillet me një robë duke i bllokuar duart në të. Të mbështillet me një robë duke i bllokuar duart në të, dhe ka ndaluar uljen duke i mbledhur gjunjët në gjoks me duar gjatë kohës sa është i mbështjell vetëm me një robë. Që është për shembull erdalli i ulën, veç mi kap gjujt, të dy gjujt mi kap, edhe me qenë i veshëm vetëm me një robë. Është ndaluar. Pse e marrim dobin inshallah tash. Po ashtu ka ndaluar faljen e namazit vullnetar pas namazit të sabahut dhe të ikindis. Pra prej dobive është, po ashtu edhe në këtë hadith, që nuk ban me agjeru as për fitr bajram, as për kurban bajram. Po ashtu ndalohet të mbështillet trupi me një robë duke i bllokuar duart në të.
me vesh një robë s'ki kam i nxjerr durt. Para mendoj domethënë nakoll murxue. Çka bëhet me ta? Ose ja që pesulmon një kafsh. E sheh domethënë feja ka që me na rujt neve edhe jetën tonë. Andaj ndalohet një gjë e tillë. Pse? Të ne vesh rroba që na dalin domethënë durt jashtë edhe të mbrohemi. Po ashtu është e ndaluar kjo forma e uljes. Domethënë mi kap gjujt, të dy gjujt domethënë edhe mi mbështet në gjoks. Pse? Në qoftë se je i veshën me një rrobë. Nga se ka mundësi domethënë të shfaqet avreti. Kjo nuk futet domethënë tek ata ose na që kemi rrobat, po është për qëllim, ka vetëm një rrobë si puna e ihramit. E dini domethënë kush e ka kryer umrën edhe haxhin, mi kap domethënë kamp në atë formë, atëherë ka mundësi të ekspozohet, mund të ekspozohen pjesët e turpshme të njerëzit. Ndalohet namazi mas sabat edhe mas ikindis. Se përket namazeve me shkak, ke një xhami, përshëndetje xhamis, apo të ka hup në namaz edhe po dush me kompenzu, atëherë nuk ka kurfar ndalese, sipas mendimit më të saktë. Është e ndaluar nëse bën namaze pa shkak. Po du për jetë Allah dhe që më fal, masi që ndis disa recate, nuk ban. Amo ke marr avdes, po dush më fal 2 recate, ban. Ke një xhami, masi që ndis me përshëndetje xhamis, ban një fal 2 recate kështu më radhë. Për dobive e kuptojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë ka dashur mi kundërshtu jahudit, krishterët, idhujtarët e kështu me radhë. Për këtë arsye ka ndaluar më fal mas sabaut edhe mas ikindis, për faktin se idhujtarët i bëjnë sejdë kujt? Diellit, kur të lind dhe kur të perëndon. Hadithi 25. Vlera e agjerimit të një dite në rrugt të Allahut, fi sabilillah. Abu Sa'id el-Khudriu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush agjeron një ditë në rrugt të Allahut, Allahu ja largon fytyrën nga zjarri i xhenemit 70 vjet distancë. Për dobive që përfitohen prej hadithit janë se këtu del në pa vlera e madhe e agjerimit. Vlera e madhe e agjerimit nëse bëhet domethënë në rrugt të Allahut, pra në xhihad. Dikush pa agjeron në xhihad, sikur përmendet fi sabilillah, është për qëllim lufta në rrugt të Allahut. Nëse dikush agjeron në xhihad, e ka të vështirë, apo qëndron në front përballë armikut, apo edhe vetë domethënë vështirësia e agjerimit, atëherë për këtë arsye ka vlerë të madhe. Personi domethënë që është në luftë në rrugt të Allahut, edhe agjeron, ka të bëjë me atë person i cili është për shembull duke u nis për më ballafaquar me armikun, apo është duke qëndruar në front. Mirë po, nëse është ballafaquar me armikun, atëherë për ta është më mirë me prish agjerimin. Me marrë këtë lehtësim të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, ju tani jeni pranë armikut tuaj, andaj nëse ndërprisni agjerimin, do të jeni më të fuqishëm. Pra prish agjerimin për mu ballafaquar me armikun, nga se mos agjerimi të jep forcë, e agjerimi të dobëson. Në këtë hadith del në pa dhe vlera e agjerimit vullnetar, sepse disa dietar këtë frazën men sama yawman fi sabilillah, kush agjeron një ditë fi sabilillah, e kanë komentuar kush agjeron një ditë për hir të Allahut, kush agjeron një ditë duke i nënshtruar Allahut, që këtu nën kupton domethënë agjerimin vullnetar të përgjithshëm. Këtu domethënë e kuptojmë se ka vlerë shumë të madhe, nga se përmes veprave vullnetare, qofshin agjerime apo namaze vullnetare, Allah na përmirëson dhe na plotson mangësitë që kemi në farzet që ka në hadithin qudsi. Po ashtu me vepra vullnetare bëhemi nga ata të cilët Allahu na do. Allah thotë, gjëja më e dashur për mua, me të cilën robi më afrohet, janë farzet. Robi vazhdon të më afrohet me nafile, pastaj me vepra vullnetare derisa ta dua. Gjithashtu në këtë hadith pohohet zjarri i xhenemit. E na e dim që zjarri i xhenemit është i krijuar
që nga ky moment dhe nuk do të zhduket. Largimi nga zjarri i xhenemit është synimi çdo njeriu të devotshëm. Andaj besimtari edhe lut Allahun, o Allah na ruaj nga zjarri i xhenemit. Nga se nëse shpëtohesh prej zjarrit të xhenemit, kime i në xhenet. Këtu është përmend fytyra, ja largon Allah fytyrën prej zjarrit të xhenemit, mirë po është për qëllim këtë trupin, mirë po e ka përmend fytyrën për shkak të nderimit të saj. Tani do të flasim disa hadithe rreth natës së Kadrit. Çka i bën fjala Kadr? Nata e Kadrit, nata madhështore, nata fisnike, nata me vlerë. Ose nata e Kadrit, nata ku caktohen fatet e njerëzve për gjatë një viti. Po bi më shkurt se i kemi bëragi do hadithe që mos zvënohemi. Pra Kur'anin Allahu dhul Xhelal e ka zbrit në natën e Kadrit. Nata e Kadrit kur është? Në Ramazan. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Mirë. Hadithi i 26. Koha në të cilën kërkohet nata e Kadrit. Abdullah ibn Omeri transmeton disa shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa në ëndër se nata e Kadrit është në 7 netet e fundit. Kanë pa në ëndër se nata e Kadrit është në 7 netet e fundit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Mendoj se ëndrat tuaja janë përputhur te 7-shja e fundit. Ai që dëshiron ta kërkojë atë, le ta kërkojë në 7-shën e fundit." Dobi që përfitohen prej hadithit janë këto. Allah i lartësuar mund të më nderu disa prej robërve të tij, besimtarë duke u treguar në ëndrat e tyre atë gjëra që u bëjnë dobi ative apo besimtarëve të tjerë. Po ashtu lejohet të veprohet sipas ëndrës së mirë, qofse ka indikacione apo gjëra që tregojnë dhe dëshmojnë vërtetësinë e saj dhe nuk bie në kundërshtim me fen Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, prej përgëzimeve pejgamberike nuk ka mbetur asgjë përveç ëndrave të mira që mund t'i shoh një besimtar i mirë ose dikush tjetër e sheh atë ëndër të mirë për atë besimtar. Nata e Kadrit, vëllezër të nderuar, është në muajin Ramazan, jo në muaj të tjerë, pra është në muajin Ramazan. Andaj kush është i zellshëm për të arritur atë, le ta kërkojë, domethënë në 7 netet e fundit, siç është përmend në këtë hadith. Mirë po kemi hadithe tjera, taharrau lejletul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Kërkojeni natën e Kadrit në 10-shën e fundit të muajit Ramazan. Këto domethënë këto hadithe nuk bine kundërshtim. Domethënë çka rrok 10-sha, secili prej neve duhet me shtu dozën e adhurimit. Po të kanë kaluar 3 ditë të 7-sha, kanë kaluar do ditë tjera, domethënë sidomos në të teke duhet me qenë më të kujdesshëm që mi shfrytzu në adhurim. Hadithi 27, netet më shpresuese për ta kërkuar natën e Kadrit. Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarëve, gruaja e profetit sallallahu alaihi wasallam, transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: kërkojeni natën e Kadrit në net të tek të 10-shit të fundit. Në net të tek të 10-shit të fundit. Pra nata e Kadrit është, siç e potencuam edhe më herët, është në muajin Ramazan. Andaj besimtarët duhet me kërku në këtë 10-shën e fundit, po sidomos në netet tek, sepse janë net më shpresuese. Këtu gjithashtu del në pa vlera e madhe e natës së Kadrit, pasi që është veçuar me kujdes të veçantë nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke i stimuluar besimtarët që me kërku këtë natë, sepse përmban në vete shpërblime të mëdha. Gjithashtu këtu del në pa dashuria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që muslimanëve më ia kallëzu veprat e mira që ata domethënë të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Hadithi i 28, koha kur kërkohet nata e Kadrit.
Ebu Said Khudriu tregon, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam hynte në itikaf në 10 e mesme të Ramazanit. Ka hyrë në itikaf në 10 e mesme të Ramazanit. Një vit ndeni në itikaf derisa u bë nata e 21 në mëngjesin e së cilës zakonisht dilte nga itikafi. E atëherë tha, ai që ka hyrë në itikaf me mua, le të vazhdoj itikafin edhe në 10 e fundit. Pse? Ka lajmëruar Xhibrili se s'është në mesin e 10-s, po është në fundin e 10-s nata e Kadrit. Kam parë në ëndër se bëja sejdë mbi ujë dhe balt në mëngjesin e saj. Andaj kërkojeni atë në 10-n e fundit gjatë neteve tek. Tash sahabiu thot, atë natë filloi me rashi. Ndërsa xhamia ishte mbuluar me deg të palmës. Kështu që uji ka rrjedh në xhami, se kanë qenë ndërtimi doft. I poshtë me sytë e mi gjurmët e ujit dhe baltës në ballin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam mu në mëngjesin e natës së 21. Dobi që i përfitojmë prej hadithit janë këto. Lejo që itikafi të bëhet në 10 e mesme të muajit Ramazan, por itikafi në 10 e fundit është më i mirë. Pse se çdo izolim ti që e ban për madhuru Allahu në xhami, ki sevap. Amo nuk kërkohet nata e Kadrit as në 10 e parë, as në 10 e dytit po, as në 10 e dytë po, në 10 e tretë. Kështu del në pas zelli dhe kujdesi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me arrit natën e Kadrit. Pasi që ai ka bë domethënë itikaf në xhami për me kërku natën e Kadrit. Gjithashtu tregohet zelli i sahabëve për me u bind Allahu dhul xhelal dhe me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që pejgamberi ka bën njerë itikaf në 10 e parë, pastaj në 10 e mesme, pastaj në 10 e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'pedin kur është nata e Kadrit. Çfarë ne kuptojmë për kësaj? Tregojmë që e kuptojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e din gajbin. Gajbin e din vetëm Allahu. Pra, as pejgamberi si pejgamber, më i dashuri i Allahut, s'pedin kur është nata e Kadrit. Për këtë arsye kur e kanë njoftuar pastaj Xhibrili, që është në 10 e fundit, pejgamberi alayhis salam ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kërkojeni atë në 10 e fundit gjatë neteve tek. A mund të ndodhë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të harroj? Mund të ndodhë. Mirë po se përket kumtimit, shpjegimit të fesë, dispozitave nuk harron. Sepse është ma'sum, është i mbrojtur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Në ëndër më shfaqur kjo natë, pra nata e Kadrit, por pastaj mu largua dituria rreth saj. Kena marrë edhe herën e kalume ose viteve të kalume që ka ndodhur zënka me sahabëve, edhe ajo ka qenë shkak që mu harru nata e Kadrit. Për këtë arsye, zënkat që ndodhin mes muslimanëve janë shkak që Allah me largu bereqetin nga mesi tyre dhe me vënu fitoren e muslimanëve. Përmendin dietar që ndoshta në mos përcaktimin e natës së Kadrit, që më thonë është filan ditën apo filan natën, ka hajër të madh nga se tregohet kush është më i zellshëm në ibadet, kush e don më shumë Allahun subhanahu wa taala, duke kërkuar domethënë atë natë në 10 e fundit. Mirë po nëse dihet, ta zojmë në natën, filan natën, atë njeriu do të tregohet pasiv për tac, për madhuru Allahun, kështu që e lën vetëm atë natë. Ibn Kaimi ka thënë ja vlen tër vitin me kërku natën e Kadrit, nga sa është më mirë se një muaj. E lemo domethënë Allahu për shkak në sajë të mëshirës së tij, përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që është në 10 e fundit. Është e ligjshme që nata e Kadrit të kërkohet në netë tek të 10 së fundit, cilat janë nata e 21, 23, 25, 27 dhe 29. Në bazë të hadithit e kuptojmë atë gjendjen e xhamisë së profetit sallallahu alaihi wasallam. Sa e dobët ka qenë. Atë sa kanë pas mundësi
a mu kanë bo xhami. Nga se xhamia i bashkon muslimant. Xhamia i bashkon muslimant dhe bësh më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala duke adhuruar Allahun në xhami. Ndërtimi dhe zbukurimi i tepërt i xhamive bjen në kundërshtim me atë motivin pse janë ndërtuar xhamit. Nga se xhamit janë ndërtuar për të adhuruar Allahun e jo me bë gara kush e ka më të bukur xhamin e kështu me radhë. Namazliu ku të fal namaz duhet me qit bollin edhe hundën në sejdë. Po do të sahabiu që pejgamberi sa më ka bë bolli me lloç. Pra dhe në atë gjendje e qesish do më thonë bolli në sejdë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e din hadithin? Jam urdhëruar të bëj çën e dorën. Ja, Arjam? Urdhëruar të bëj sejdë këto ka më zbër xhami. Këto ka më zbër xhami, do më thonë kjo është hadith tjetër që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam veçuar nga profetët e tjerë me disa veçori, për ty në është toka do më thonë më zbër e pastër dhe vendfalje. Por na po flasim për me bë sejdë me sa gjymtyr? Me 7. Cilat janë? Bolli, hunda, duart. Po? Këmbët, gjunjë. Ajtë në gjejë, qështë në gjejën? 2 duart, 2 këmbë, 4. Po? 2 gjunjë, 6. Po? Edhe bolli me hundën bashkë. Qashtë do më thonë, bolli me hundën, aty ishte pojnëta, bashkë. Jusuf jave, po? Qëtë librin për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, muslimani do të më ranë sejdë me këto gjymtyr. Gjithashtu, është më parsore që në qoftë se namazliun, për shembull, ju ngjitet diçka në ball e kështu me radhë, mos më angazhu gjef me fshi ballin e diçka. Nga se kjo pastaj hyn të atë lëvizjet e panevojshme. Kështu që ashtu se ashtu je përly, rrin atë formë. Ose të fal me një vend me zall, mos u angazho shumë me pastru veten. Hadithi 29 tani do më thonë për itikafin. Vendimi fetar, hukmi për itikafin dhe kur hyjet në itikaf. Allah ja mëson se cilit për neve me hyjë në itikaf. Aisha radiallahu anha tregon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hynte në itikaf në 10 e fundit të Ramazanit, derisa vdiq. Por nuk ka diçka një ibadet që me lanë, jo. Ka një itikaf derisa ka vdek, gjithë e ka vazhdu. Ama jo vetëm kaq. Pas ti vazhduan të hyjnë në itikaf edhe gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në një tekst tjetër qëndron, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam hynte në itikaf në çdo Ramazan dhe pasi e falte sabahun hynte në tendën ku bënte itikaf. El-i'tikaf ose itikafi nënkupton izolimin dhe qëndrimin në xhami për me adhuru Allahun dhul xhelal dhe mu largu prej kësaj bote. Tash në bazë definicionit njeri mundet me ditë a është itikafxhi apo jo. Nëse si e izolum në xhami, jetu marrë me llafe muhabet. Na shtatë jetë bot tregti në xhami e ti mendon se je në itikaf, këto bin kundërshtim me qëllimin e itikafit. Këtu del në pa se është i lidhshëm itikafi në 10 e fundit të muajit Ramazan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zotëre ka praktikuar edhe kanë praktikuar domethënë gratë e tij mas vdekjes së Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itikafi është i lidhshëm çdo kohë. Mirë po më i theksuar është në Ramazan e sidomos në 10 e fundit. A ka ndonjë vlerë të veçantë? Nuk ka transmetime që më thonë e ka këtë dhe atë vlerë. Mirë po Allah subhanahu wa taala për shembull i ka lavdru ata që e praktikojnë një gjë të tillë. Kush e din ajetin? Ose kush e din ilahin e Adem Ramadanit? An tahira beyti lit-taifina wal-aakifina wa-ruk'i sujud. El-aakifina kush janë? Itikafxhit. Pra, pastrojni shtëpinë time çabën për ata që e vizitojnë,
që rrin aty për adhurim, pra itikafxhit, dhe që falen duke bë ruku dhe sejdë. Kjo sigurisht se tregon vlerën e këtyre veprimeve. Gjithashtu tregon vlerën e itikafit kush? Vazhdimësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me kry itikafin. Dispozitat e itikafit vazhdojnë të janë edhe mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mas vdekjes së grave të tij, ridwanullahi alaihin ejma'in. Domethënë edhe na sot bëna itikaf, mas neve nëse ka jetë bëjnë muslimat e tjerë, pra nuk është shfuqizu itikafi. A lejohet gratë me bëjë itikaf? Lejohet me bëjë gratë itikaf me disa kushte. Që me qenë të pastërta nga cikli menstrual, të mos shkaktohet fitne, nëse ato domethënë janë në itikaf, edhe të ketë leje nga burri i saj. Paramendoj ajo duke qenë prezent burri i saj, nuk i lejohet të agjeroj agjerim nafile, e leje mo domethënë itikafin që se ka obligim. Pra nëse kërkon leje prej burrit, atë lejohet. Po flasim në xhamia ku domethënë plotësohen kushtet, janë domethënë vendet të ndara, i kanë dhomat e tyre, motrat e kështu me radhë. Itikafi është i vlefshëm vetëm në xhami dhe është kusht për domethënë saktësinë e tij, se pejgamberi ka bënë në xhami sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe gratë e tij. Nga pamja jashtme e hadithit kuptohet se itikafxhiu hyn në vendin e itikafit, pra në xhami, pas namazit të sabahut të ditës së 21. Ky është mendimi i parë. Ndërsa mendimi i dytë është se ai hyn në xhami para perëndimit të diellit në natën e 21. Para perëndimit të diellit në natën e 21. Mendimi i parë i kanë keq kuptuar do argumente, kështu që ky është mendimi i saktë. Nga se ti nëse nuk hyn domethënë në natën e 21 para perëndimit të diellit, nuk e ke zonë dhjetëshën. Për këtë arsye kjo është domethënë mendimi më i saktë. Koha e daljes nga itikafi është kur perëndon dielli në natën e Bajramit. Hyjet para perëndimit, dilet pas perëndimit të diellit. Lejohet që itikafxhiu ta veçojë një vend të posaçëm në xhami për itikafin e tij. Edhe normal nëse nuk e prish rregullin e xhamisë, edhe nuk i pengon të tjerët. Dihet që ai filani është, çai veni është për shembull për suatin, çai tjetri është për hekuranin, çai veni tjetër për të tjerët. Pra nuk prish punë me botin një vend tanin. Ndërsa se përket vendeve, xhamiave të mëdha, në Çabe, apo në xhamin e Profetit, apo xhamia tjera, njëri s'mundet mu izolu nashta prej tjerëve, si jepet ajo mundësi. Mirë po, nëse nuk mundet mu izolu fizikisht, le të izolohet shpirtërisht. Se njëri mund domethënë mu veçu me Allahun edhe nëse është me të tjerët. Nalësh, bash dhikr, lexon Kur'an dhe je i lidhur me Allahun subhanahu wa taala, atësa ke mundësi. Itikafi pra, që e kallëzum më herët, në kupton që ka thonë Imam Ibn Rajepi, shkoputjen e lidhjeve me krijesat për mu lidh me krijuesin. Kështu që kush telefonin e nal, rrjetin e nal, edhe vetëm nëse ka ndaj user për familjen e tina, e jo për senet tjera me kështu apo ndodh me umetin e diçka. Nga se është kohë e artë për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Hadithi 30, vendimi fetar për daljen e itikafxhiut ose të një pjesë të tij nga xhamia. Me dal komplet pi itikafit, apo me qit dorën, kamën, kryt apo jo. Aisha radhiyallahu anha tregon se gjatë kohës kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në itikaf në xhami, ajo ja ka kryer flokt, Aisha radhiyallahu anha. Edhe pse ishte me cikël menstrual. Çdo pjesë, çdo thënie në hadith ka dispozita të veçanta, ka vlera. Për këtë arsye, pse me cikë që ishte me cikël? Pse me cikë?
se ka dobi. Këtë e bënte nga dhoma e saj, Aisha radiallahu anha, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e afronte kokën e tij. Në transmetimin tjetër qëndron në shtëpi hynte vetëm për nevoja fiziologjike, pra pas ka dalë për xhamis, ka një shtëpi për nevoja fiziologjike. Aisha thot, sa isha në itikaf, në shtëpi hyja vetëm për nevojë. E nëse kishte ndonjë të sëmur brenda, për gjendjen e tij e kumpyt kalim thi. Dobit që përfitojnë prej hadithit janë këto. Lejohet që itikafxhiu ta nxjerrë kokën jashtë xhamis ose një pjesë të trupit jashtë xhamis. Dhe kjo nuk ndikon që mi u prish domethënë itikafi. Domethënë ne kemi rastin e Aishës radhiyallahu anha që ja ka pastruar kokën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu lejohet itikafxhiu mu pastru apo me pastru kokën e kështu me radhë, nga se Islami na urdhron të jemi të pastër. Çka ka thënë Allahu dhul Xhelal? Ja bani Adem khudhu zinatakum inda kulli masjidin. O bita Ademit, vishuni bukur për çdo namaz. Dobi tjetër është se lejohet itikafxhiu me dal për itikafit për nevoja të domosdoshme. Imam Zuhriu ka thonë, duke i shpjeguar nevojat e domosdoshme, ka thonë është për qëllim nevojat fiziologjike e kështu me radhë. Mirë po këtu përfshin normal nevojat e domosdoshme, nëse njeriu ka nevojë me ble ushqim, haje, pije e kështu me radhë. Nëse s'ka mundësi me asjell dikush tjetër, atë lejohet me dal vet, me ble ushqim mu kthy, ama jo me hangër për shembull jashtë e me zgjat muhabet, vetëm me blen edhe kthehet. Juristët islam e kanë nda në 3 lloje daljen e itikafxhiut nga itikafi. Dalja që bie ndeshme itikafin, për shembull me dal me bë tregti, me dal me bë kontaktin tim me shoqën e tij kështu me radhë, këto gjëra domethënë nuk lejohen dhe prishin itikafin. Edhe këtu nuk merret parasysh në i farë kushtëzimi, me thonë në kumë kushzua, jo kushzimja përse në tjera. Kushtëzimi, me thonë në e kumë kushzu, Prizren ditën e mërkura është pazar, edhe unë një itikafa mod ditën e mërkur dalë se kumë kushzu, jo. Këtë me thonë bjerë në kundështim me itikafin. Lloji tjetër, dalje për ndonjë çështje të domosdoshme, fetarisht ose natyrshëm. Kjo lejohet edhe nëse nuk është kushtëzuar shprehimisht. Lloji tjetër është dalja për ndonjë çështje që nuk është e domosdoshme për të, mirë po njeriu e ka kushtëzuar në fillim. E din që ka prindrit e sëmur, apo ndonjë të afërm e ka të sëmur dhe kushtëzon, s'ka nevojë me përmend me gojë, po me zemër, nëse vdes për shembull baba, nana kështu me radhë, unë kam me dalë me afal për shembull xhenazën. Ose çdo 2 ditë kam me shku në spital me vizitu të afërmin tim dikan që e ka, atëherë lejohet një gjë e tillë. Domethënë sa ka nevojë roli i niyetit në fe. Për shkak të niyetit është arsyetohesh nuk tu prishet itikafi. Lejohet që burri të kërkojë shërbim nga bashkëshortja e tij në gjëra që janë zakon i pranuar, domethënë nuk prish fund diçka. Në këtë rast Aisha ja ka la kokën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu del në pa pozita që ka femna në islam. Nga se edhe pse është me cikël menstrual, burri i saj lejohet me prek, lejohet edhe me prek burrin e saj, po lejohet edhe me bubuk ajo, edhe me nejt domethënë me një vend ku janë krejt të pastërta. Nga se fetë e tjera e kanë, që ajo mo domethënë zvynë, as s'ban me angra as bukën, as është e papastër e kështu me radhë. Jo, feja islame edhe pse domethënë është e papastër në aspektin që s'fal namaz nuk ka xheron, në aspekte tjera domethënë është e papastër, është e pastër. Hadithi i 39 dhe i parafundit ndokët, vendimi fetar për përmbushjen e itikafit të zotuar gjatë gjendjes së shirkut. Shpibjer kjo. Dikush ka qenë
jo musliman e është zëtu që ka me qëndru në xhami një ditë, një natë e kështu me radhë, pastaj ka pranuar Islamin, do të me çon vend zëtimin e tij. Omer ibn al-Khattabi tregon se ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: në kohën e ignorancës jam zëtuar, çka i bën zëtimi, ja bë vetes diçka obligim që po ki qef ashtu. Jam zëtuar se do të bëj itikaf një natë, në një transmetim tjetër një ditë në Qabe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: e po pra përmbushe që e në vend zëtimin tënd. Dobi që përfitohen prej hadithit. Vlefshmëria e zotimit për me adhuru Allahun nga jo besimtari gjatë kohës së kufrit e tij. Pra, gjatë kohës së kufrit ka u zëtu që mi boj ibadet Allahut, atëherë ku ta pranon Islamin e çon në vend. Faktikisht domethënë edhe në kohën e kufrit do të me çun vend këtë zotim. Po dhe nëse se ka çuar atëherë kur ta pranon Islamin e çon vend zotimin e tij. Zotimi është i detyrueshëm edhe për jo besimtarin, domethënë çka dobia e ka për detyrë me përmbush atë. Dobi tjetër është obligim përmbushje itikafit të zotuar. Nëse gjatë zotimit përcaktohet për shembull çabja apo xhamia e profetit apo filan xhamia, te çajo domethënë e ki obligim me çu zotimin vend. A vlen itikafi pa xherim? Vlen. Se këtu po flitet domethënë për një itikaf jashta Ramazanit. Plus ka thonë ka me bëj itikaf kur natën. E natën nuk ka xheron njeri. Njeriu gjithashtu duhet mi pyet dietarët për gjërat të cilat nuk i din apo i paraqiten. Gjithashtu është obligim për dietarin mos me mshef ilmin të cilën e ka, nëse dikush domethënë i kërkon dituri për të cilën përfiton, jo dituri me provoku dietarin edhe me bë fitne. Dur dituri të hajrit e pyetish hoxha ta jep përgjigjen. Hadithi i 32 dhe i fundit, vendimi fetar për vizitën e itikafxhiut dhe bashkëbisedimit me të. Safia bint Hujeji, shoqja apo bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon: teksa i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ishte në itikaf, shkova ta vizitoja gjatë natës. Bisedova pak me të, pastaj u ngrita për të kthyer, por ai pastaj u ngrit me mua për të më përcjell. Ajo banonte në shtëpinë e Usame ibn Zeidit. Aty pranë kanë kalu dy burra ensar, dhe kur e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë shpejtu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mos u ngutni. Kjo është Safia bint Huyej. Ata i thanë: subhanallahu, o dërguari i Allahut. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: shejtani çarkullon te njeriu siç çarkullon gjaku. Andaj u fiksova se mos po fut ndonjë çështje ose ka thonë diçka në zemrat tuaja. Në transmetimin tjetër qëndron që ta vizitonte në xhami në 10-shin e fundit të Ramazanit. Aty biseduan për një kohë, pastaj ajo u ngrit për të shkuar, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit bashkë me të për ta përcjell. Kur arritën te dera e xhamisë, që gjendej në afërsi të derës së Ummu Selemes. Pastaj ka vazhduar domethënë tregimin ngjashëm. Dobi që përfitojnë prej hadithit janë këto. Lejohet me vizitu dikan që është një itikaf edhe me fol me ta. Mirë po, mos me tepru që me largu pasaj ata nga adhurimi në të cilin gjindet, duke bo dhikër, duke lexu Kur'an e kështu me radhë. Po ashtu këtu del në pa morali i lartë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se e ka prit bashkëshortën e tij në formën më të mirë, ka bisedu me ta sa ka bisedu, pastaj edhe e ka përcjell bashkëshortën e tij. Lejohet për dobive është gruaja të dalë natën. Lejohet gruaja të dalë natën, nëse është e sigurt se nuk ka ndonjë far fitne. Po ashtu lejohet gruaja ta vizitojë burrin e saj në itikaf dhe kjo nuk e dëmton itikafin e tij. Gjithashtu del në pa respekti që kanë pas sahabët për
pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu tregohet mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij, nga se ka pas frikë që shejtani mundet me njëtë ta me kriju përçamje ose me kriju një mendim të keq ata për pejgamberin e kështu me radhë, i ka mshil rrugt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë kjo është gruaja jeme, kështu që rrini rahat. E këtu përfitojmë që njeriu duhet të pas kujdes mos me shku në do vende ku mundën pasaj tjerët me dyshu që je duke i bën mëkat Allahut. Dyhet një vend i caktuar, për shembull që është vani i flisht, mos shko ti atje. Sidomos nëse je hoxhi, talebe, kishenja të besimtarëve të devotshëm, pse? Pastaj mundesh më akuzu në fen tonë, në derin tonë kështu me radhë, atëherë vetëm vetën tonë fajsoja. Në hadith po ashtu ka dëshmi se shejtani domethënë e cyt njeriu. Andaj duhet me pas kujdes. Inna shejtana aduwakum fattakhidhuhu aduwa. Shejtani është armik i juaj. Vetëm që kas konsiderojeni si të tillë. Po na pedina që është armik i joni, mirë po duhet me trajtu si armik. Me jam shil rrugë të më thonë shejtanit. Po ashtu këtu tregot edhe fuqia që ka shejtani për me mi bot cytje birit të Ademit, po elhamdulillah Allah na ka lënë disa mbroja kundër tina. Nëse jena me avdes, me dhikër e kështu me radhë, do të triumfojmë nga shejtani, sepse intrigat, kurthat e tij i ka të dobët. Po ashtu prej dobive është se nëse je me gruan apo je me dikan familjar, bani fol vllazëve tu, musliman që i shoqë rrugës. Jo tash ti je me familje, s'pi foli kërkuj. Pejgamberi sa mi ka fol sahabëve. Ati e më i devotshëm a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo është një farë fenomeni ndoshta që e kumvrejt e disa largohet. Ashtu e gruaja largohet. Po gruaja ka punën e vet, ti na lë folin i vllat edhe vazhdo tutja. Gjithashtu lejohet në raste të habis të themi subhanallah. Se sahabët kanë thonë subhanallah kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë fjalë që e cekëm në hadith. Elusim Allah dhul Gjelal na jap dije të dobishme, elusim Allah subhanahu wa taala të na mësoj të arrijmë muajin Ramazan shëndoshë mirë. Këtu pra e përfundojmë serinë e këtyre ligjëratave. Inshallah takohemi sërish pas muajit Ramazan. Walhamdulillahi rabbil alamin.